Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ukraina po përgatitet të paraqes shtëpisë së bardhë një plan të rishikuar paqe. Kievi është i vendosur të propozojë alternativa ndaj SBA-s pasi presidenti Volodymyr Zelenski përjashtoi përsëri dorëzimin e tokës duke thënë se ai nuk kishte të drejtë ta bënte këtë sipas ligjit të Ukrainës apo ndërkombëtar. Komentet e Zelenskit erdhën ndërsa u takua me udhëheqësit europianë të NATO-s të hënën. Kjo ishte pjesë e një përpjekje kolektive për të penguar SBA-n të mbështesë një marrëveshje paqe që përfshin lëshime të mëdha për Ukrainën dhe aleatët kanë frikë se do ta lindë atë të cënueshme ndaj një pushtimi të ardhshëm. Ndërkohë, qyteti Sumyt në veri perëndim të Ukrainës mbeti pa energji elektrike gjatë natës pas një sulmi me dron rus. Forcimi bashkëpunimit mes KFOR-it dhe institucioneve të Kosovës me fokus të veçantë në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në vend dhe në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, General Major Ozkan Ulutash me kryeministrin e Kosovës në detyrë Albin Kurti në Camp Film City në Prishtinë. Me General Ulutash në takim ishte dhe ministri i mbrojtjes Eyup Maqedonsi dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. KFOR-i mbetet i përkushtuar për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes në çdo kohë, thuhet njoftimin zyrtar të KFOR-it. Thellimi i bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë së Veriut ishte në thelb të takimit ndërmjet General Major Gregory Knight në Maqedoni dhe kryeministrit Histja Mickovski. Biseda u fokusua në thellimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, veçanërisht në fushën e trajnimit, shkëmbimit të përvojave dhe mbështetjes në ndërtimin e kapaciteteve mbrojtëse moderne dhe efikase, thuhet mes të tjerash në mesazhin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histja Mickovski. Sipas agjendës është parashikuar të takimi me presidenten Gordana Silenovska-Davkova. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas dorëheqjes së Zeqëria Ibrahimit nga posti si kryetare e Alternativës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, partinë do ta udhëheqë Bekim Sali. Me marrjen zyrtarisht të detyrës, ai u bëri thirrje anëtarëve të partisë së tij dhe vlenit që të qëndrojnë të bashkuar që punën e nisur ta vazhdojnë me energji dhe vullnet. Suksesi i ynë do të varet nga pjekuria, uniteti dhe guximi për të shërbyer qytetarëve me respekt dhe transparencë, apeloi Bekim Sali. Kryetari i Alternativës Zeqëria Ibrahim në një status në rrjetin social njoftoi dorëheqjen nga posti i kryetarit të partisë. Mes të tjerash, Ibrahimi theksoi se deri në kongresin e ardhshëm Alternativën do ta udhëheqë Bekim Sali. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë reagoi pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në lidhje me çështjen Balluku, duke akuzuar për presion mbi gjyqësorin. Në reagimin e shoqatës thuhet se çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Kjo pavarësi vihet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe, thuhet në reagimin e shoqatës kombëtare të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Belinda Balluku po hetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për Unazën e Madhe dhe për tunelin e Llogaras, ndërkohë që gjykata e pezulloi nga detyra. Pas këtij vendimi, kryeministri e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.